Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, Allah i dashur Esmerald, vazhdojmë një mësim tjetër në shkencën e tajwidit. Tash pasi që po kemi dëshirë me hy, në mësim të leximit të Kuranit në formën perfekte, në formën e kompletuar, në formën e përsosur, ashtu qysh është shpall, duhet me ditë se para se që fillojmë është sunet, është e pëlqyeshme me kërku mbrojtje tek Allah subhanahu wa taala. Kërkim mbrojtja, nuk është vajib, nuk është obligim, por se është sunet, është një gjë e pëlqyeshme që këshillohet muslimanit ta bëj. Pasi që Allah subhanahu wa taala thot: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." E ti kur lexon Kur'an apo kur dëshiron me lexu Kur'an, atëherë kërkon mbrojtje tek Allahu apo strehim tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Prandaj është sunet me kërku mbrojtje. Ka disa forma qysh bëhet kjo, forma më e njohur, më e përhapur, që është edhe si bazë apo e favorizuar i tek imami i Kiraitit në të cilin lexojmë Asim, dhe po ashtu tek shumica e sahabëve tabiinëve, këtë e ka pas edhe si të favorizuar edhe Omeri radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Omeri. Është forma a'udhu billahi minash shaitanir rajim, që është tek na, domethënë e përhapur edhe e njohur. Argumenti ishte ai që e përmenda: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur ti dëshiron me lexu Kur'an, atëherë kërko mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Forma tjetër, që është një formë, domethënë edhe kjo është e njohur, është a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Don kërkoj mbrojtje tek Allahu dëgjuesi, gjithdijshmi nga shejtani i mallkuar. Ku e kanë marrë si bazë apo argumentin për këtë formë, e kanë marrë tek fjala Allahut azza wa jall: "Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billahi innahu sami'un alim." Don ty kur shtyje shejtani për një gjë të keqe, atëherë kërko mbrojtje tek Allahu, ai është innehu sami'un alim. Apo me një tjetër ajet është innehu huwa sami'ul alim. Ai është dëgjuesi dhe i gjithdijshmi, apo ai është që dëgjon edhe që din. Në kjo formë domethënë bazohet tek këto ajete. Forma e tretë, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, është a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Çfarë do të thonë kjo? Unë kërkoj mbrojtje tek Allahu dëgjuesi i gjithdijshmi nga shejtani i mallkuar, tash min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, nga cyqet e tij, min hamzihi nga cyqet e tij, nga fryrjet e tij dhe nga pështyrjet e tij. Don kjo është një formë të cilën e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe si argument e kemi hadithin e Ebu Said al-Khudri, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ngrit për namaz natë, edhe më pari ka thonë ka bëu tekbir, Allahu akbar. Pastaj ka thonë subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Kjo lutja që e përdorin shumë musliman kur të hyjnë në namaz: "I lartëmadhëruar i patëmetja e ti, o Allah, dhe falëndërimi dhe lavdërimi të takojnë ty, o tabarak ismuk, dhe sa i begatshëm është emri yt, o ta'ala jadduk, dhe i lartësuar je ti, o la ilaha ghayruk, dhe nuk ka zot i cili e meriton adhurimin përveç teje." Pastaj thot, e ka thonë këtë a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Këto forma janë të pranuara në fenë e Allahut azza wa jall dhe është shumë e pëlqyeshme. Nuk është obligim, sepse Ibn Kathiri, e ka tregu këtë çështje, ka thonë me të vërtetë, shumica e dietarëve janë të mendimit se isti'adha, kërkim mbrojtja, është e pëlqyeshme dhe nuk është obligative apo detyrueshme, dhe lënësi i kësaj nuk është mëkatar. Kjo është e rëndësishme me ditë. Këto janë pra format e pranuara dhe format e transmetuara të kërkimbrojtjes, e tek ne është e përhapur më shumë që thash a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
kur ja fillon, do të thonë leximit të Kuranit, thu eudhu billahi minash shaitanir rajim. Pastaj kur ja fillon surës, thu bismillahirrahmanirrahim. Përveç se në surën Tauba, aty do të thonë nuk duhet të themi bismillahirrahmanirrahim. Nëse për shembull lexojmë Kur'an dhe ndërpresmi pak Kur'anin, folmi, pastaj kur kthehemi, është prap mirë me thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim, sepse ka ndodhur një lloj ndërprerje. Kur del në surën tjetër, do të duke lexu e krye një sure, prap e nis me bismillahirrahmanirrahim. A mos duhet me thonë një herë eudhu billahi minash shaitanir rajim, pasi që ke thonë fillim eudhu billahi minash shaitanir rajim. Domthon, kjo është kërkimbrojtja, apo disa fjalë rreth kërkimbrojtjes që është me rëndësi para se të hyjmë në leximin e Kuranit famullar, që Allahu Azza wa Jall na mbrojë, na dhurojë këtë mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.